A ka mundësi një deklaratë, ju lutem? Për ku jeni duke ardhur? Pejtë xhamia poshtë. Ku jeni në shtëpi? Që. Ke xhamia veç më një poshtë. A mundeni me shku deri në shtëpi? Ta provojmë, s'di. Sa kohë që s'keni shku në shtëpi? Legje. Prej dje keni dalë për shtëpisë? Po. Edhe? Edhe që tash po shkojmë të këshirë. Se të mujme me shku, se natë nuk të lejo. Dje si ishte atje? Gje ka pas sëna shumë të vaja dhe pa tjetër u desh të fëmija me marë më largu. Ka pasur, do me thënë keni parë njerëz të cilët kanë qenë të lënduar ose? Jo, kur gjatë s'kemi pas. Veç që kanë gjujt policia, ushtria, që të rësensin. Thuhet se ka pas njerëz të armatosur, keni pa ju me që jeni nga lagja e trimeve, keni pa njerëz të tillë të uniformuar? Asnjë, nuk kemi pa. Na qëti të fëmija të rinë, nëra di kanë lujtë në rrugë. Ma kërkërisi, ma tepër, zdishmi ka të shkojtë. Na gje kemi dalë pjasën, se gje ora 4:30 dulëm pja aty, fëmijët kashin edhe e posh, afer 20 metra kanë gjytë nga të shpijës tonë. Edhe i largoha fëmijët. Tash mos dalë dhe një rast ma shumë ko, në të manaltë kanë pas zhjetë se sa ka metrë. Ja, shvardi policia, nëse bari kanë pas shumë policë. Nanën, një vëlla edhe një djalin. Keni pas kontakte me ata? Po kolmi po kontaktoj. Në çfarë forme kontaktojnë, me telefon? Po përmes telefonit. Çfarë thuan ato? Si është situata aty? Ata krizë, pa deri në mëngjes. Tash u stabilizuar pa. Jo, ne prap jemi tu kthyen aty. Vetëm fëmijët që i kemi largu për atë arsye se traumat të mëdha në vërtet për krizmeve, edhe kështu që kanë metën themi vetëm njerëz të moshuar në shtëpitë e tyre. Edhe nuk kemi na problem që të vim edhe dalim, do thotë, të shtëpitë tona në këtë lagje sa më poshtë, diku në 150 metra afër. Edhe kështu që në vërtet është traumatike gjithë kjo që është ndodhur. Se ne 150 metra larg lagjes së Tirimave, po çkan fakt, keni informacione nga njerëzit afër që çfarë ndodh aty në lagjen e Tirimave? Kjo është ajo pika më interesante. Bëhet një luftë, edhe askush nuk din me kë bëhet. Edhe kush është ai grup? Edhe ç'kërkon ai grup? Ku janë qëllimet e tyre? Ne e dim 2001-shën gjithë populata e kemi përkrahur ushtrinë shlirimtare. Edhe kemi qenë përkrahës të denjë në çdo mënyrë. Mirë për kësaj radhe as që kemi ditë se çka po ndodh, është momentin e fundit kur përcitën ora 10 në 5 mëngjes u quajmë krizme të mëdha. Edhe kështu që dhe sot deri në këtë moment ne jemi të traumatizuar dhe nuk dim se për çka bëhet fjalë. Thuhet se ka Gjendja ushtim s'ka. Ushtim s'ka, s'ka në edhe ku të blejnë.